A ke për te? Mbajt shumë e bukur, përpos imazhit, por nuk jam shumë te dukuria që la në TikTok. Nuk e përkrah në sensin pozitiv. Çfarë unë se pas kem përcjell. Unë përse kam një deklaratë që ka thënë unë flas kosovarishte. Po, ndarja që bëri, domethënë, mendoj që nuk ishte një komunikim i duhur për një mis, sepse ne jemi një shqiptari, kështu që gjuha jonë është e përbashkët dhe mendoj që kjo është një lapsus nga ana e saj nëse nuk është goditje për të bërë famën në TikTok ose në rrjetet sociale. Kështu që unë jam pak në dilemë për këtë pjesë, të thuash atë komunikim drejt për drejti një konkurs madhështor, do të lejë shumë gjurmë. Por fama e saj duhet përkrahur, duhet thënë, unë e përkrah. A jetë e përcjell Big Brother? Unë jam kthyer nga Milano këto ditë, nuk është se e kam përcjellë shumë Bigun e Shqipërisë, më shumë pak poste dhe gjëra, por që pjesa që bëri është shumë goditëse dhe kjo i jep fytyrë pozitive. Se rrjetet sociale këtë duan tani më, të godasësh. Por që mënyra të thënit unë nuk e mbështes. Cila ka qenë porosia jote si mis kur je zgjedh? Cila është ata miset e ka një fjali që e lajmë për porosi njerëzimit. Bukuria duhet me dhanë porosi. Cila ka qenë